Filloj përsëri vjeshta e bukur me veshjen e saj të artë. Muzika tingëlluese e shiut të zhyt në një thellësinë e shpirtit. Fjalë që është harruar pak në këtë kohë, ku materializmi ka verbuar njerëzit në anën shpirtërore. Prandaj gjithmonë dëgjoj muzikën e shiut, sepse më kujton që unë jam pjesë e natyrës. Materializmi ka bërë njerëzit disi të largohen nga natyraliteti i tyre. Problemi i shoqërisë së sotme është pikërisht sepse janë rritur me një presion në fëmijëri, komplet si shoqëri, dhe nuk thon dot fjalën jo. Unë kam një butik me veshje, dhe krijoj veshje, për mua ato janë veshje tridimensionale, janë punimet artistike tridimensionale, dhe kur vinë njerëz, femra, gjën e parë për çdo veshje, se mos kur tregoj modelet ose copat, kur ua prezantoj dhe modelin, nuk thon jo. Dhe problemin nxjerrin gjatë kohës pastaj, sepse thot, po ti më the mua këtë. Tjetra, do hapin telefon, do hapin 20 telefona, që do pyesin, të tërfisin. Dhe kjo vjen nga një problem themeltar, frika e të shfaqurit. Frika e të thënit jo. Kjo është një problem shoqëror. Frika e të thënit jo është frika që vjen, ka në themel, është frika e refuzimit. Është frika, nuk kundërshton, sepse ke frikë se njeriu përball se do njerëzit i bësh të lumtur. Është ndjenja e fajt. Është dhe një lloj, është mungesë vetbesimi, ja nuk e bëra mirë. Dhe nga kjo, pasojat e kësaj është stres dhe gjendje në anksi. Është një humbje kohe dhe është krimi i marrëdhënieve pa balancë. Një humbje kohë shumë e madhe. Sepse njeriu nuk përqendrohet në atë çfarë do vet. Krijon diçka ireale dhe asnjëherë nuk është i lumtur në atë që ndërton. Ky është problemi, ajo problemi që i bën njerëzit më depresiv. Në të vërtetë njeriu është një dietar i lindur. Ndryshe nga kafshët, kafsha nuk ka nevojë t'i thojë njëri që është kafsh, kurse njeriu ka të nevojshme. Kafshës nuk e thot njëri ti nuk e ngre dot këtë, ti je vogël. Një lingona ngre një peshë 50 kat më të madhe se vetë saj, sepse sa i nuk e thot njëri që ti je vogël, s'mund ta ngresh këtë. Ajo e merr, e ngre, e çon ushqimin atë. Kurse problemi i njeriu është janë kodet e familjes, janë kodet që merr nga familja, eksperiencat që merr me kalimin e viteve, dhe kjo e bën këtë dietar të lindur të futet në një kallëp ku është frika që i formon jetën pastaj. Frika është pikërisht pjesa ja bëra gabim. Unë nuk tërheq dot të ardhurat. Dhe në këtë pjesë ai krijon sepse ka të nevojshme të krijojë një historinë e tij. Dhe janë dy lloj njerëzish. Një lloj njerëzish është më i futur në pjesën e viktimës, dhe një pjesë është pikërisht janë njerëzit që janë
më i lidhur pas jetës. Viktima bëj çfarë duash, viktima është viktim. Në kokën e saj çdo gjë ka lidhje me këtë. Dhe atë që ka në kokë, si ka thënë Zoti, atë që ke brenda ke jashtë, ai që është lart është poshtë. Atëherë ai funksion vetëm thjesht fizikisht dhe çdo gjë e shikon që çdo gjë ka lidhje me të dhe krijon tërheq ato frekuenca pasi trupi është në zonën tridimensionale. Kurse mendimi kalon në fushën kuantike. Kjo është për të njerëzit. Duke kalon në fushën kuantike, mendimit që ka brenda ato tërheq. Pra ata njerëz që ai tërheq, situatat që ai tërheq është pikërisht produkti i mendimeve të tij. Prandaj në këtë pjesë hyn zhvillimi personal. Zhvillimi personal në Shqipëri u mor shumë gabim. U mor sepse është një mundësi fitimi ku me anë të vizualizimeve mund të fitosh lek. Ky është ai gabimi kryesor, keq interpretimi i kësaj fushe, sepse njeriu zhvillim personal ishte për të ndihmuar, për të dhënë dorë njerëzve në ndryshimin e frekuencave, pasi toka ka hyrë në erën e re. Rezonanca e tokës, fusha magnetike e tokës ka ndryshuar. Toka është një krijesë e gjallë. Toka frymon. Një herë në 30 vjet frymon, është vënë re fryrje tokës nga vetë shkencëtarët. Një herë në 30 vjet pëson fryrje toka. Dhe kjo tregon që toka është e gjallë dhe frymon. Natyra është e gjallë. Prandaj, ndryshimet e erës së re ka bërë dhe ndryshimet e frekuencave. Edhe njerëzit është bërë ndryshime frekuencave dhe kafsha është bërë ndryshime frekuencave. Ka filluar të shfaqen edhe kafshë të tjera që i përkasin dimensionit që ne po i futemi, rezonancës që ne po futemi. Një pjesë të kafshëve janë po zhduket, thuhet që janë zhdukur, nuk janë zhdukur, asgjë nuk zhduket. Thjesht ka mbetën në frekuencën e vjetër. Brezat, mushat e mëdha janë në depresion, ngrihet natën e vret burri gruan apo gruaja burrin, sepse nuk po përgatit, nuk po e përballon dot ndryshimin e kësaj frekuence. Botën e ngatron, nuk e përballon dot informacionet e dëndura. Truri kalon në stres. Prandaj mund të them tani është koha e krasitjes së madhe. Sepse shpirtrat do kërkojnë të marrin trupat frekuencës së re. Prandaj zhvillim personal nuk ishte përpara. Nuk mund të ndryshosh asnjë në jetën tënde, po nuk ndryshove mendimin. Por njëkohësisht duhet kesh këtë parasysh. Njeriu kur ka ardhur paraftyre kështu njeriu, kosciencën, subkonsciencën, është trupi i njeriu, imagjinoj një anije me avull. Para se të niset në udhëtimin e tij, është punëtori i domës së kaldajës, të avullit. Ai është lart, pra subkonscienca, dhe merr informacionet. Je i pasur, je i varfër, ke besim, ke vetbesim, s'ke vetbesim, ku të lejohet të vesh, ku s'të lejohet të vesh, frika. Me thënë, çfarëdo eksperience që marrin nga prindit fëmijët, hyn në program. Subkonscienca, pra punëtori i kaldajës, i merr këto informacione dhe në moshën 7 vjeç futet në kaldaj. Atëherë, ai del vetëm natën larg. Dhe kapiteni thotë që tjelli është i hapur, ne mund të ikim shumë shpejt, unë kam dëshirë të ikë shumë shpejt. Ai kaldajës thotë që unë jam i limituar, sepse programi që mori kur ishte larg ishte i limiti. Frika janë ndjenja që e limiton njeriu, pasi truri njeriu është i prespozuar që trupin ta mbajë në jetë. Dëshirat janë të tjera, informacionet janë të tjera, atëherë duhet të harmonizohemi, duhet me vizualizime nuk janë të mjaftueshme, sepse fillimisht ne duhet të prishim këtë programin e vjetër, por nuk fshihet ajo me një vizualizim. Çfarë duhet në të vërtetë? Çfarë do me thënë leku? Atëherë pyesni veten çfarë do me thënë leku për ju. Pushteti, fuqia,
siguria, atëre, nëse është siguri, është e kundërta. Ndjeni të pasigurt, atëre shikojni ku janë problemet. Merri shënojni në një libër. Ka teknikën e saj të vëzhgojmë historinë tonë, të kuptojmë çfarë histori kemi shkruar për vete dhe duke filtruar, ka teknikat e saj, edhe kjo pjesë, duke filtruar dhe duke ndërtuar një histori tjetër në tonë. Se si doj që tjetë ne këtu jemi misafir. Jemi sot, nuk i dihet sa është kontratë e shpirtit që jemi këtu, çdo gjë është e limituar, por sa të jemi të ekzistojmë me kuptim. Pasi ja kemi borx ekzistencën kësaj jete. Ne të tre njerëzit përdorim, ndërtojmë një panoramë. Edhe njeriu që duket më i pavlerë është pjesë e kësaj panorame të njerëzimit. Prandaj sa të jemi, të jetojmë me vlerë. Që në murin e kohës të kemi të drejtën të hedhim firmën tonë.